30 familje në Bashkinë e Korçës janë përfituese të programit të strehimit për rikonstruksionin e banesave. Bëhet fjalë për familje të varfra të cilat me të ardhurat që kanë, nuk mund t'i kryejnë vetë këto punime. Kryesisht objektet ndodhen në qytetin e Korçës, por ka edhe në fshatrat Mborje, Dishnic, Drenov, Voskop, Qatrom, Morav dhe Barç. Puna tashmë ka filluar në disa prej objekteve, thot përgjegjësia e planifikimit të territorit në Bashkinë e Korçës Edona Venxha. Për projektin përmirësimi i kushteve të banimit, për komunitetet të varfra dhe të pafavorizuara, ne kemi 30 familje të cilat përfitojnë nga ky investim që po bën bashkia. Janë të vendosura në 20 objekte, janë rikonstruksion të çative, kemi edhe ndërhyrje të brendshme gjithashtu, ku kryesisht sistemim dhe rikonstruksion të ambienteve hidrosanitare të tyre, zëvendësim të dyerve dhe dritareve të jashtme të tyre, po ashtu kanë objekte të cilat kanë përkeqësime të sistemit të tyre konstruktiv, kemi edhe suvatime të brendshme, lyerje të brendshme të gjithë ndërtesave. Investimi shkon në 17.4 milion lekë dhe pritet që deri në dhjetor të gjitha objektet të kenë përfunduar, duke i dhënë mundësim familjeve përfituese të kenë kushte më të mira në banesat e tyre.